إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes ti, shokëve ti dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, jemi së bashku në hijen e serialit Pastruesit e mëkateve. Cilët janë ato pastrues? Cilët janë ato shkaqe? Cilët janë ato mundësi? Cilat janë ato zgjidhje që Allahu Azza wa Jall na i dhuroi dhe na i mundsoi që ne si musliman edhe pasi të gabojmë, edhe pasi të mëkatojmë, të kemi mundësi të pastrohemi nga gjunahet tona. Ibadete të ndryshme, mundësi të ndryshme, zgjidhje të ndryshme, që ne pasi të bëjmë ndonjë gjuna, e që ne sigurisht do të bëjmë ndonjë gjuna, nga se jemi njerëz dhe nuk jemi të pagabueshëm, pas çdo gabimi që e bëjmë, pas çdo gjunahu që e bëjmë, kemi mundësi, kemi zgjidhje që atë gjunah ta fshim, atë gjunah ta shlim, atë gjunah ta pastrojmë nga jeta jonë, sikur nuk e kemi bë atë fare. Kemi përmendur që agjërimi i pastron gjunahet e besimtarit, abdesi i pastron gjunahet e besimtarit, namazi i pastron gjunahet e besimtarit, sejdja, çdo herë që bie në sejdë, pastrohen gjunahet e besimtarit, namazi i natës i pastron gjunahet e besimtarit, e kështu me radhë. E që sonte me lejnë Allahut Azza wa Jall do të qëndrojmë së bashku me një prej ibadeteve, me një prej adhurimeve, me një prej shkaqeve i cili është i rëndësishëm dhe i cili ka shpërblime të mëdhaja në fenë Allahut Azza wa Jall, e që njëkohësisht nëse njeriu e ban, Allahu Azza wa Jall i apastron gjunahet atij. Tha Allahu Azza wa Jall: In tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'malun khabir. Allahu Azza wa Jall na tregon për një ibadet. Nëse e ban nëpërmjet atij ibadeti, të pastrohen gjunahet tua. Cili është ky ibadet? Ky ibadet është ibadeti i sadakas, dhënia sadaka për hir të Allahut Azza wa Jall, dhënia lëmosh për hir të Allahut Azza wa Jall. Ai i cili jep në momentin që jep, ndihmon nevojtar, fukara, jetim, të ngrad, njerëz të cilët kanë nevojë, në momentin që besimtari jep sadaka, nëpërmjet asaj sadakaje, Allahu Azza wa Jall i ashlin disa nga gjunahet e tij. Allahu Azza wa Jall në këtë ajet thot: nëse ju jepni haptas, ajo është e mirë. Nëse jep ti haptas, të shohin edhe tjerët,
ajo është e mirë, nëse jep për hir të Allahut Azza wa Jall. Mirë po, nëse jep fshehtas, ajo është më e mirë për ju. Nëse jep sadaka fshehtas, ajo është më e mirë për ju. Çka ndodh? Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Dhe Allahu Azza wa Jall u ashlin, u apastron gjunahet e juaja. Pra sadakaja është një shkak, është një sebeb që njeriu nëpërmjet saj mund t'i pastron gjunahet e tij. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Was-sadaqatu tudfi'u al-khati'ah kama yudfi'u al-ma'u an-nar." Sadakaja e shuan gjunahun, e shuan mëkatin, ashtu siç e shuan uji zjarin. Siç e shuan uji zjarin, uji e ndal zjarin, ashtu sadakaja e ndal, e pengon, e pastron gjunahun e besimtarit. Pra nëse njeriu jep sadaka në jetën e tij, gjitha ato raste, ato hera që ka dhënë për hir të Allahut Azza wa Jall, ato janë shkak që gradualisht apo vazhdimisht atij t'i fshihen gjunahet. Disa nga dietarët kanë thënë, çdo herë që e bën ndonjë gjuna, nëse ki mundësi me dhënë sadaka, shfrytëzoje me sadaka. E bane një gabim, po, jep sadaka. E bane një gjuna, po, jep sadaka. E bane një mëkat, po, jep sadaka. Po nëse nuk ki mundësi, kanë thonë edhe nëse nuk ki, së paku dil edhe shpërndaj uj. Uj shpërndaj, jep ju njerëzve uj, me ju dha njerëzve uj, ka shpërblim të madh tek Allahu Azza wa Jall. Shpërndaj sadaka uj, nëpërmjet asaj sadakaje do të pastrohen gjunahet tua nëse ki mundësi. E a ka dikush i cili nuk ka mundësi, këtu nuk bëhet fjalë për mundësinë e xhepit. Këtu nuk bëhet fjalë për mundësinë e rrogës. Këtu nuk bëhet fjalë për mundësinë e të hollave, sa bëhet fjalë për mundësinë e zemrës, për mundësinë e shpirtit, për mundësinë e imanit. Kush është ai i cili jep? Ai i cili ka jep, ai i cili nuk ka nuk jep. Nuk është një gjë e tillë e vërtet. Nuk qëndron. Ai i cili ka jep, jo. Ka shumë njerëz që kanë, nuk e japin as një cent. Dhe nëse dikush ju kërkon për ndonjë rast nevoje, për ndonjë gjë, ai do të fillon, do të numërohet se ai ka nevojë edhe më shumë se ti. Dhe ka njerëz që ndoshta nuk kanë, nuk janë shumë të pasur, ka një pasuri mesatare, apo edhe më të dobët dhe japin. Kush jep? Jep imani. Kush jep? Jep islami. Kush jep? Jep zemra. Kush jep? Jep shpirti, para se të jep dora, para se të jep xhepi. E ai i cili jep për hir të Allahut Azza wa Jall, Allahu rastin e këtij, ibadetin e këtij e përmendi në formë të shembullit në Kur'an duke thënë: "Kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Si është shembulli i atij i cili jep? Ai i cili jep, shembulli i atij është sikur shembulli i një njeriu i cili e mbjell një farë në tokë. Nga ajo farë në tokë dalin 7 kalin. Në çdo kallin nga 100 kokra. Si është shembulli i atij i cili jep? Sikur ai që mbjell një farë, nga ajo dalin 7. Në secilin prej atyre nga 100 kokra. Subhanallah. Ai i cili e jep 1 euro, Allahu i shpërblen atë në 7, në secilën prej tyre nga 100. Llogarite. Me një sadaka, ai i cili jep për hir të Allahut, Allahu ja shumëfishon shpërblimin deri në 700.
Wallahu yudaifu limen yasha. E dikujt Allahu i ashton sa të don, i ashton shpërblimin edhe më shumë. Ai i cili jep për hir të Allahut azza wa jall, e ka shpërblimin e madh tek Allahu azza wa jall. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nuk paksohet pasuria nga sadakaja. Nuk paksohet pasuria nga sadakaja. Çka nën kupton? Nëse ti ki pasuri dhe jep sadaka, ajo pasuri a do të paksohet, a do të shtohet? Në syrin e njerëzve do të paksohet. Në logjikën e njerëzve do të paksohet. Në matematikën e njerëzve do të paksohet. Në llogarinë e sheriatit ajo do të shtohet. Subhanallah, po si ka mundësi një gjë e tillë? Dikush i ka 1000 euro dhe jep sadaka 100 euro. Kjo pasuri a është paksuar, a është shtuar? Logjikisht, kjo pasuri është paksuar. Mirë, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, nuk paksohet pasuria nga sadakaja, nuk paksohet, po në shikimin ton paksohet, jo. Allahu azza wa jall asaj pasurie do t'i jep bereqet. Dhe ajo pasuri do të shtohet. Tha Allahu në Kur'an, yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat. Allahu e humb bereqetin. S'ka bereqet në kamat. Në kamat s'ka bereqet. Ai i cili jep kamat s'ka bereqet. Ai i cili merr kamat s'ka bereqet. Gjeje një njeri në dunja i cili ka marr kamat, ka marr kredit, ka punuar me te, ka jetuar me te dhe në fund ja ka pa hajrin. Gjeje një, edhe nëse paraqitet në realitet, në brendi, në jetën e tij, do ta shohësh që ai jetën e ka tollovi. Nuk ka hajr. Yamhaqullahu riba. Allahu e humb bereqetin e kamatës. E ku e fut? Ku është bereqeti? Wa yurbis sadaqat. E jep bereqetin ku? Në sadaka. Ai i cili jep kamat nuk ka bereqet, ama ai i cili jep sadaka, te ky ka bereqet. Edhe nëse duket që ajo paksohet, në kamat duket që shtohet, i jep 1000 euro borxh, i merr 1100, pastaj 1200, pastaj 1300, në syrin e jashtëm duket që ajo shtohet, ajo nuk shtohet, ajo minusohet. Mirë, po i humb bereqeti, edhe nëse në numër është më i madh, në realitet nuk ka vlerë. Ndërsa në sadaka duket që pasuria zvoglohet, paksohet, asaj pasurie i jep Allahu bereqet. Nuk ka njeri mbi sipërfaqen e tokës i cili është varfruar me sadaka. Nuk ka një njeri të tillë me garancë për fjalëve të Allahut, me garancë prej fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dikush i cili ka dhënë për hir të Allahut dhe në fund është varfruar, është bë fukara. Pse është bë fukara? Se ka dhënë shumë për Allah. Nuk ekziston ky lloj njeriu. Për çfarë arsye? Për arsye se Allahu azza wa jall në hadith qudsi tha, unfiq alejk. O biri Ademit, jep ti, unë do t'jap ty. Allahu premton. Ibn Hajeri tha, ky është premtim i Allahut, i cili nuk ka dyshim, ky do të realizohet patjetër. Allahu çka thot? Jep ti. Vetëm a ki bindje, vetëm a ki iman, vetëm a ki sinqeritet, vetëm a ki zemër, jep ti, unë do t'jap ty. Kur të thot Allahu, unë do t'jap, ti ende ki frik, ende nuk ki guxim, ende mendon se rrezikohesh, ende mendon që unë nëse jap, pastaj çka do të bëhet me mua? Nëse ki frik, atëherë këtu dyshohet, atëherë këtu shifet që ndoshta bindja jonë në fjalën e Allahut azza wa jall nuk është në atë shkallë e cila kërkohet.
Nëse njeriu mendon se do të varfrohet me sadaka, andaj ata të cilët patën bindje të plot në fjalën e Allahut Azza wa Jall, në fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ishte në pyetje sadakaja për hir të Allahut Azza wa Jall, banin gara. Cili prej tyre do të deli pari, cili prej tyre do të jep më shumë për hir të Allahut Azza wa Jall. Nuk është e panjohur rasti kur Omer bin Khattabi radiallahu anhu vendosi që të jep deri në atë shkallë që t'u kalon të gjithëve. Edhe ne bëjmë gara, mirë po gara tona janë në drejtime tjera. Edhe ne bëjmë gara, kush do t'ja kalon tjetrit, mirë po me çka? Kush do ta ketë shtëpinë më të mirë, kush do ta ketë jetën më luksoze, kush do ta ketë veturën më të shtrenjtë, kush do ta ketë telefonin më të mirë, kush do ta ketë veshjen më të bukur, kush do ta ketë postin më të lartë, kush do ta ketë pozitën më të mirë, kush do ta ketë rrogën më të madhe, kush do ta ketë emrin më të madh, kush do ta ketë e kështu me radhë. Edhe ata kanë bo gara, mirë po garat e tyre kanë qenë krejt dikun tjetër. Gara, Omer bin Khattabi ishte në garë me kand. Kanë thënë dietarët, edhe gara shumë e rëndësishme me kand ban gara. Nëse ban gara me një dobët, edhe ti do t'jesh i dobët. Por çfarë arsye? Nga sa i çdo herë është i fundit. Dhe ti ban gara mat. Nëse ban gara mat, ti nuk es për para. Sabiku, bani gara për në faljen Allahut Azza wa Jall. Mirë po me kand. Mos ban gara ma të fundit. Se ti nëse ki sukses do t'jesh i para fundit. Nëse ban gara me të fundit, ti i para fundit. Ama ban gara me atë të parin. Me atë të parin ban gara, që së paku edhe nëse jo, të jesh i dyti. Nëse je i dyti përsëri ke fituar, gara me të fundit, nuk ka ndonjë arritje. Omer bin Khattabi ishte në garë me gjithë sahabet mirë, po mos e shumti me të parin e tyre, me atë më të madhin, me atë më të mirin, i cili ishte Ebu Bekri radiallahu anhu. Tha sot do t'ja kaloj edhe Ebu Bekrit. Çdo herë ma ka kaluar Ebu Bekri, ama sot do t'ja kaloj edhe Ebu Bekrit. A kemi menduar ndonjëherë këtë garë, unë kujt dua t'ja kaloj? Ti në jetën tënde, sidomos tash në Ramazan, kujt don t'ja kalosh? Kujt? A ki dikant që don m'ja kalu? A i falet, ti të falesh ma shumë se aj? Gara. A jep sadakat, ti me dhanë ma shumë se aj? Gara. A i lexon Kur'an, a i ka lexu, ka mrit deri në safaqe. Unë gjumë nuk do të baj, do t'ja kaloj ati, gara, do të lexoj Kur'an edhe ma shumë. A i ban këte, unë, a i në garë me dikant. Dhe në çfarë gare? Omeri tha, sot do t'ja kaloj edhe Ebu Bekrit. E mori pasurin, e qoj para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur e pa pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o Omer, çka i la familjes tënde? Çka i la shtëpisë tënde? Tha, ja Rasulullah, i alash gjysmën e pasurisë. Gjysmën për Allah, gjysmën për familjen. Subhanallah, çfarë burra kanë qenë ata? Çfarë zemra kanë pas këta njerëz? Këta janë model, shembulli i jetës së besimtarit. Edhe Omeri radiallahu anhu gjysmën e pasurisë. E pastaj erdhi Ebu Bekri radiallahu anhu, njeriu me të cilin nuk bëhet gara. Ka njerëz në dunja janë të këtij lloji. S'bëhet gara me këta njerëz. Mos hin me këta, nuk i dilet në fund. Ky ishte Ebu Bekri radiallahu anhu. Nuk bëhet gara me Ebu Bekrin, me gjithë se Omeri u mundua çdo herë, nga se gara me te është krenari, gara me njerëz të mirë është kënaqësi. Erdh Ebu Bekri radiallahu anhu e solli pasurin. O Ebu Bekr, çka i la e familjes tënde? Ja Rasulallah, i alash Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E pasuri dunjaje, gjithë pasurin
për hir të Allahut Azza wa Jall. Këta janë ata burra të cilët i dëgjuan fjalët e Allahut, fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ishin në gjendje me dhanë për hir të Allahut, sado që të jetë nevoja. E kur nuk kishin mundësi, tafidu a'yunuhum min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Subhanallah. Një temë larg këta njerëz. Larg këta njerëz prej neve, me vite, me histori, me jetë, me sakrificë. Në momentin që sahabet nuk kishin me dhanë, tjerët japin, ama disa prej tyre nuk kanë me dhanë. Çka me dhanë? Ai nuk ka bukë me ngranë. Çka me dhanë? Ju rrjedhin lotët. Për çfarë arsye? Krejt dhanë, une nuk dhash. Krejt po japin për Allah, une s'po kam çka me dhanë. Subhanallah. Një mërzit të tillë, një pikëllim të tillë, a kemi ndjenë ndonjëherë? Që krejt janë duke bë diçka për Allah, veç une kur gjës jam të mujtë me bo. Kur une do të bajt diçka për Allah, po sa duhet me bo, nuk është më rëndësi sa, se cili në bazë të pozitës edhe mundësive të ti. Se cili në bazë të gjendjes së ti, mirë, po ata të parët, ajo gjenerata e mrekullueshme, ata yjet e këti ummeti, ishin ata që, kur e dëgjonin fjalën Allahut, ishin të parët. Abu Talha radiallahu anhu, një sahabi i cili e dëgjoi fjalën Allahut Azza wa Jall, që Allahu e zbriti në Kur'an, lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nuk e keni arrit mirësin, hala se keni arrit mirësin, deri kur ta jepni atë që e doni shumë, deri kur ta jepni atë që ju e pëlqeni shumë. U ngrit dhe e ndau kopshtin e tij që e kishte. Këtë ja Rasul Allah, jam duke dhënë për hir të Allahut Azza wa Jall. Kopshtin më të mirë. E kam dëgjuar fjalën Allahut, nuk e keni arrit mirësin, deri kur ta jepni atë që e doni shumë. Edhe ne japim, në sa raste ndodh që ne japim, kur mu kanë grumbullu do tesha që ma nuk mbajnë. Du me i dhanë sadaka për Allah. I kam do veshja atje të shtëpia, ama ma nuk i shfrytëzojmë. Du me i dhanë sadaka për Allah. A e dini sa kemi raste të këtilla? Plot. A është kjo sadaka? Dhe kjo është sadaka. Mirë, por nuk është kjo ajo. Nuk është kjo ajo. Mimma tuhibbun, atë që e do shumë. Atë veshje që e do shumë, atë gjatë që e pëlqen shumë, atë pasuri që e ki me vlerë, atë kur ta japësh për hir të Allahut, ajo është sadakaja më e kërkuar, më e lavdruar. E këto tjerat, këto këpucët që ma nuk mbajnë as mua, nuk i bajnë as babës, as ati vllaut vogël, ku me i qu? Hajt po ja jap një fukaras. Këto janë të fundit, ama ato të parat, ato të rejat, ato më të mirat, kjo është ajo e cila kërkohet. Kështu ndodhi me një sahabi i quajtur Abu Dahdah radiallahu anhu. Një njeri, një varfër, erte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ja Rasul Allah, jam duke ndërtuar murin, oborin tim, jam duke bë gardhin, mirë, po një pemë e fqinjit tim, e kojshiut tim, është brenda oborit tim. I ja kërkoj që të ma jep, mirë, po nuk ma jep. Thuj ja Rasul Allah, thuj let ma jep atë pemën që ta rregulloj gardhin, oborin tim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thiri, o filan, jepja atë pemën, fqinjit tënd, le ta rregullon vendin, oborin e vet. Tha, nuk mundem me ja dhon ja Rasul Allah. S'muj me ja dhon. Jepja atë pemën, nëse i a jep këtë pemë, një pemë të tillë e ki në xhennet. Subhanallah. S'muj me ja dhon ja Rasul Allah. Nëse ja jep një pemë e gjin në xhennet. Jo, nuk mundem me ja dhon. Subhanallah. Një sahabi i quajtur Abu Dahdah radiallahu anhu,
Tha, ja Rasul Allah, nëse unë i a marrë këtë pemë, i a blej këtë pemë, dhe i a jap këte ati që ka nevoj, unë, a e kam një pemë në xhennet? Tha, po, nëse ti a jep, ti e ki një pemë në xhennet. Atëherë shkoj Ebu Dahdah të ky njeri. Tha, o ti filan, a din kopshtin tim në Medinë? Po kush nuk e din kopshtin tanë? Po kopshti më i mirë, me gjitha ato palma, me gjitha ato druj, me bunar, me ujë, gjitha i zbukurim. Kush nuk e din kopshtin tanë? A je dakord unë me ta dhon kopshtin, ti me ma dhon vetëm qatë pemë? Ah, ashtu jam dakord. Si jo, me njëherë, ashtu jam dakord. Mere kopshtin, ma jep pemën. Shkoj Ebu Dahdah te kopshti i vet, ishte bashkëshortja, ishte gruaja. Oj bashkëshorte, dil prej kopshtit se e kemi shit. Subhanallah, kujt ja ke shit? Kopshtin më të mirë me Medinë e ke shit. Kujt ja ke shit? Ja kemi shit Allahut Azza wa Jall me një pemë në xhennet. Subhanallah, bashkëshortja e mirë, muslimania e devotshme tha, çfarë tregtie të mirë pas ke bo, çfarë tregtie të mirë pas ke bo. Me shit me një gjë në xhennet, me siguru një gjë për ti në xhennet. Shkoj te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasul Allah, i amora pemën, i adhash filanit tash, a e kam unë një pemë në xhennet? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kam min idhqin radah li Abi Dahdah fil janna. Sa pemë që ka dhon ky njeri, ky Abu Dahdah, aq pemë do t'i ketë në xhennet. Subhanallah, kështu ishin ata bura, tregti, mirë po tregti me Allahun Azza wa Jall, tregti mirë po për hir të Allahut Azza wa Jall, me dhon me shpresë që me gjet atë para Allahut Azza wa Jall. Andaj sahabet ishin modeli më i mirë, shembulli më i mirë i sakrificës në rrugën e Allahut Azza wa Jall. E secili, çdo besimtar i cili jep, çdo musliman i cili jep, po qoftë edhe një ujë nëse ja jep dikujt, qoftë edhe një kafshat bukë nëse ja jep dikujt, e sidomos tash në Ramazan, në syfyr e në iftar, çdo herë që njeriu i azgjat dorën dikujt për hir të Allahut Azza wa Jall, do ta gjen shpërblimin të Allahu. Pra sadakaja është një prej çështjeve, prej zgjidhjeve, prej sebepeve, prej ibadeteve që ne kemi mundësi nëpërmjet saj ti pastrojmë gjunahet tona. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na bën prej atyre që pasuria jon nuk është në zemër, pasuria jon të jetë në duar tona. Allahu Azza wa Jall të na mundson të fitojmë dhe të arrijmë në pasuri vetëm nga ajo e cila është halal, e pasurinë tonë ta shfrytëzojmë në rrugë e cila është halal, e me atë pasuri të mundohemi të jemi kontribues në dunja me shpresë që nga ajo do të kemi shpërblim në ahiret. Lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na pranon ibadetet tona, Allahu të na pranon agjërimin ton, të na pranon namazin ton, të na pranon sadakat tona, të na pranon hatmet tona, të na pranon lutjet tona, gjitha ibadetet Allahu të na pranon, gjunahet tona të na fal dhe të na pastron, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.